A e dini se metali I çmuar më I rrallë dhe më I shtrenjtë nuk është ari. Kur mendojmë për metalet e çmuara, gjëja e parë që na vjen shpesh në mendje është ari, por metali më I rrallë dhe më I vlefshëm se ari është rodiumi. Rodiumi është një metal I bardhë argjendi që bën pjesë në grupin e platini. Është tepër I rrallë me një furnizim global të vlerësuar prej vetëm rreth 1 tonë në vit. Në fakt që nga marsi 2023, çmimi I rodiumit është rritur në mbi $20.000 për oncë, duke e bërë atë metalin e çmuar më të shtrenjtë në botë. Ndërsa ari është $1.700 për oncë. Pra pse rodiumi është kaq I vlefshëm? Përgjigjja qëndron në vetitë e tij unike. Rodiumi është jashtëzakonisht rezistent ndaj korozionit dhe ka një pikë të lartë shkrirjeje, duke e bërë atë një material ideal për konvertuesit katalitik në makina. Ndërkohë rodiumi mbetet një metal magjepsës dhe I vlefshëm që luan një rol të rëndësishëm në uljen e ndotjes së ajrit dhe mbrojtjen e mjedisit.